Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Savër, ku një person është gjetur i pajetë në rrugë mëngjesin e sotëm, duke tronditur banorët e zonës. Viktima është identifikuar si Skënder Malia, rreth 55 vjeç. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se shkak e humbjes së jetës mund të ketë qenë konsumimi i tepërt i pijeve alkolike, çka dyshohet se i ka shkaktuar probleme të rënda shëndetësore me pasoja fatale. Megjithatë, këto mbeten vetëm dyshime fillestare, pasi ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga autoritetet përkatëse. Kanë qenë banorët e zonës ata që kanë konstatuar të parë trupin e pajetë të 55 vjeçarit dhe kanë njoftuar menjëherë policinë, që kanë mbërritur në vend ngjarje për të kryer veprimet e para hitimore. Trupi i viktimës është transportuar drejt morgut për ekzaminime të mëtejshme mjekoligjore, të cilat pritet të hedhin dritë mbi shkaqet e sakta të vdekjes. Ndërkohë grupi hetimor po punon për të dokumentuar çdo rrethant të ngjarjes dhe për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për një vdekje natyrale apo ka elemente të tjerë që duhen marrë në konsiderat. Autoritetet pritet të dalin me një njoftim zyrtar në vijim, ndërsa rasti mbetet nën hetim.